Financat e këtyre shenjave të zodiakut përmirësohen para fundit të muajit. Gaforia. Gjërat po përmirësohen në të gjitha fushat e jetës së gafores. Veçanërisht pasi Jupiteri, planeti i fatit dhe bollëkut, hyn në shenjën e tyre. Një nga vendet e para ku gaforet do ta përjetojnë këtë ndikim pozitiv është karriera e tyre. Dhe për këtë arsye financat e tyre. Gaforet do të fillojnë të dalin në qendër të vëmendjes në qershor, tha Brobec. Ata mund të fillojnë një projekt të ri krijues ose të kenë shumë më tepër pushtet dhe vëmendje mbi ta kur janë në qendër të vëmendjes. Sidoqoftë, gaforet mund të presin të ngrihen në një rol më të spikatur gjatë 2 viteve të ardhshme, ndërsa njihen gjithnjë më shumë për punën e tyre krijuese. Pra, është e rëndësishme të vazhdojmë të punojmë shumë. Peshorja. Peshorët do të shohin një rritje të madhe në karrierë këtë muaj me Jupiterin që hyn në shenjën e gafores, duke sjellë fat dhe bollëk në jetën e tyre profesionale. Ata do të fillojnë të shohin një rritje dhe zgjerim të madh të imazhit të tyre publik, dhe të asaj se kush janë në publik dhe në punë, shpjegoi astrologu. Nga të qenit në qendër të vëmendjes më shumë si rezultat i krijimit të përmbajtjes deri te marrja e një bonusi të madh, ata do të shohin ndryshime të gjëra pozitive që ka një potencial serioz afatgjat. Pasi Jupiteri mbetet në gafore deri në qershor 2026. Shigjetari. Me Jupiterin si planetin sundues të shigjetarit, njerëzit tërhiqen nga kjo shenjë e njohur për fatin e saj. Por kjo nuk do të thotë që shigjetari është një kërkues i vëmendjes. Kështu që sado me fat që janë, ndonjëherë mund të ndihen të kontrolluar në vend që të admirohen. Gjërat përmirësohen në punë dhe financiarisht deri në fund të qershorit 2025. Pasi shigjetari do të punojë më shumë dhe do të jetë në qendër të vëmendjes. Meqense gaforia sundon shtëpinë dhe familjen, Jupiteri mund ta bëjë shigjetarin të mendojë se ku duhet ta kalojë kohën e tij. Ata mund të mësojnë shumë për imazhin e tyre publik gjatë kësaj kohe, por edhe për gjetjen e një ekuilibri midis profesional dhe personal. Nëse janë të gatshëm të punojnë shumë, ata madje mund të zbulojnë se krijimi i përmbajtjes është një rrugë e shkëlqyer karriere. Kështu që kombinoni shtëpinë me punën dhe keni sukses. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.